Horoskopi javor 20 deri në 26 tetor. Drejtësia hyjnore dhe parat po vinë. Universi po shpërblen të gjitha shenjat. Kjo javë sjell një kthes të fuqishme për të gjitha shenjat e zodiakut. Pas 20 tetorit yjet lëvizin për të rivendosur ekuilibrin midis drejtësisë hyjnore dhe shpërblimit material. Universi po hap dyert të reja për ata që kanë qëndruar me besim, durim dhe dritë në zemër. Parat, mundësitë dhe lajmet e papritura do të tregojnë se çdo vonesë ka qenë pjesë e planit hyjnor. Kjo nuk është një javë e zakonshme, është java e shpërblimit, ku secila shenjë do të përjetojë çlirimin që ka pritur prej kohësh. Dashi. Për dashin, kjo javë është një dritare e re pas një periudhe të mbushur me lodhje dhe pritje. Universi po të vendos në qendër të një ndryshimi që do të rikthejë besimin në vetvete dhe në rrugën tënde. Në punë, një mundësi që e ke menduar të mbyllur do të rikthehet, por këtë herë me qëllim të qartë. Në financa, një pagesë e vonuar, një lajm për rritje ose një ndihmë nga një person me ndikim do të stabilizojë. Në dashuri, do të ndjesh më shumë qartësi, marrëdhëniet e sinqerta forcohen, ndërsa ato të rreme zbehen pa përpjekje. Universi po të udhëzon të mos kërkosh gjithçka menjëherë, por të ndjesh energjinë që po të çon drejt dritës. Kjo javë është java e kthesës së madhe, ku besimi yt shpërblehet dhe bota fillon të punojë në favorin tënd. Qëndro në dritë, sepse ajo që po vjen është shumë më e madhe se ajo që ke humbur. Demi. Për demin, kjo javë është periudha e korrjes shpirtërore dhe materiale. Çdo përpjekje që ke bërë me durim do të fillojë të shpërblehet, ngadalë por sigurt. Në punë do të ndjesh një ndryshim pozitiv, një projekt, bashkëpunim apo ofertë që të jep siguri dhe respekt. Në financa, parat lëvizin më lehtë, por duhet të menaxhosh me mençuri çdo fitim që vjen. Në dashuri, dikush mund të afrohet për t'u pajtuar, ndërsa një lidhje e re mund të lindë në mënyrë të papritur. Universi po të kujton se bollku nuk vjen vetëm nga puna, por nga besimi që ke tek vetja dhe tek energjia e Zotit. Në fund të javës, mund të marrësh një lajm që do të mbush me qetësi, sepse do të kuptosh se drejtësia hyjnore nuk vonon, ajo vepron në momentin perfekt. Binjakët. Për binjakët, kjo javë sjell qartësi pas mjegullës. Një periudhë e ngarkuar me pasiguri po mbyllet dhe më në fund ndjen se universi po hap rrugë të reja për ty. Në punë, një komunikim i rëndësishëm hap dyert që nuk i kishe imagjinuar. Në financa, vjen një lehtësim që mund të vijë përmes një vendimi të vonuar ose ndihme nga një person i afërt. Në dashuri, është koha për të folur me ndershmëri, sepse fjala jote ka fuqi për të shëruar. Kjo është java ku çdo gjë e ndalur nis të ecë dhe çdo zemër e rënduar gjen paqe. Mos e shtyp instinktin, ai do të drejtojë drejt shpërblimit që ke merituar. Në fund të javës, mund të marrësh një shenjë të qartë nga fati që do të provojë se universi s'të ka harruar. Gaforja. Kjo javë vjen për ty si një frymëmarrje pas një periudhe të lodhshme emocionale. Energjitë e reja që vijnë pas 20 tetorit do të ndihmojnë të çlirohesh nga stresi dhe pasiguritë që të kanë shoqëruar kohët e fundit. Në punë, mund të ndodhë një riorganizim ose një ndryshim i papritur që fillimisht të duket i vështirë, por në fakt do të çojë drejt stabilitetit që e ke kërkuar. Në financa, një lajm pozitiv vjen në formën e një pagese, ndihme ose oferte që rrit të ardhurat e tua. Në dashuri, situatat ftose zbuten dhe një bisedë e sinqertë sjell rikthim harmonie. Nëse ke qenë i shgënjur nga dikush, tani do të kuptosh pse ndodhi dhe do ta lësh pas me paqe. Universi po të jep mundësinë të rindërtosh gjithçka nga e para, por këtë herë me më shumë vetbesim dhe qartësi. Mos harro, kjo është java kur shpirti yt rilin nga hiri i së shkuarës dhe gjithçka fillon të marrë kuptim. Luani. Për luanin, kjo javë është si një shpërthim drite pas një periudhe heshtjeje. Mund të ndihesh sikur më në fund po rikthehesh në formën tënde të vërtetë, të fortë, të sigurt dhe të admiruar. Në punë, vjen një mundësi që mund të ndryshojë rrjedhën e karrierës. Mos u step nga përgjegjësitë e reja, sepse yjet po të mbështesin fuqishëm. Në aspektin financiar, një mundësi për rritje, fitim ose bashkëpunim të rëndësishëm po afron, dhe ky është momenti për të vepruar.
Në dashuri, dikush që të ka parë në heshtje tani guxon të afrohet. Nëse je në lidhje, kjo është java për të forcuar ndjenjat dhe për të larguar çdo keq kuptim. Universi po të vendos në qendër për një arsye, të kujtoj se drita jote është udhërrëfyese për të tjerët. Në fund të javës, do të marrësh një lajm që do të të mbush me krenari dhe falënderim ndaj fatit. Birgjeresha. Kjo javë për ty ka energjinë e qartësisë dhe të shpërblimit të heshtur. Gjithçka që ke bërë me përkushtim tani fillon të jap fryte. Në punë, një projekt që mendove se s'do të funksiononte fillon të ecë me sukses dhe një person me ndikim mund të vërej përpjekjet e tua. Në financa, vjen një përmirësim që të jep siguri, mund të jetë një pagesë e vonuar, një bonus ose një fitim i papritur. Në dashuri, marrëdhëniet që kanë kaluar sprovë do të forcohen, ndërsa ato të pasinqerta do të mbyllen pa dhimbje. Kjo është një periudhë ku universi po të shpërblen për disiplinën dhe durimin që ke treguar. Në shpirt do të ndjesh qetësi dhe vetvlerësim të thellë, sepse për herë të parë pas shumë kohësh je në harmoni me fatin tënd. Në fundjavë, një shenjë e vogël do të të tregojë se bekimi i premtuar po vjen drejt teje. Peshorja. Kjo javë vjen për ty si një frymëmarrje pas një periudhe të ngarkuar emocionalisht. Pas 20 tetorit do të ndjesh se gjithçka fillon të kthehet në ekuilibër. Universi po vendos drejtësi në jetën tënde dhe çdo përpjekje e bërë me zemër do të shpërblehet. Në punë, një situatë e tensionuar merr kthes pozitive, një projekt, një njohje ose një mundësi bashkëpunimi hap rrugë për stabilitet dhe fitime. Në financa, një lajm i vonuar më në fund mbërrin, duke të sjellë qetësi dhe lehtësim. Në dashuri, raportet e thella përforcohen, ndërsa lidhjet pa qëllim zhduken vetë. Në fund të javës, do të ndjesh një dritë të re në shpirt, ndoshta përmes një fjalje, një takimi ose një shenje që të kujton pse duhet të kishe duruar. Kjo është java kur universi të rikhthen ekuilibrin dhe fuqinë e brendshme, për të ndërtuar një të ardhme me më shumë qetësi dhe mirësi. Akrepi. Energjitë e kësaj jave janë të thella dhe transformuese për ty. Ndërsa planetët lëvizin, fillon të ndjesh se diçka e madhe po përgatitet në heshtje. Në punë mund të përballesh me sfida që kërkojnë qetësi dhe zgjuarsi, mos reago menjëherë, sepse një situatë që sot duket e paqartë do të sjellë përfitim të madh në fund. Në financa, një fitim apo ndihmë që vjen nga një burim i papritur do të jap lehtësim. Në dashuri, ndjenjat thellohen dhe një e vërtetë e fshehur mund të dalë në dritë, duke hapur rrugën për një lidhje më të pastër dhe të qëndrueshme. Universi po të detyron të lësh pas çdo frikë dhe të rilindësh si versioni më i fortë i vetes. Në fundjavë, një ndjenjë paqeje do të pushtojë, është shenja që drejtësia hyjnore po e përmbush premtimin e saj ndaj teje. Shigjetari. Për shigjetarin, kjo javë është si një thirrje e qartë nga universi për të mos hequr dorë nga ëndrat. Në punë, energjitë e reja të pas 20 tetorit sjellin lëvizje pozitive, një lajm, një mundësi udhëtimi apo një bashkëpunim që do të çojë drejt fitimit dhe njohjes. Në financa, një mundësi për përmirësim do të befasojë, ndoshta një fitim që vjen përmes njerëzve të duhur ose një investim që më në fund jep rezultat. Në dashuri, gjithçka bëhet më e qartë. Nëse ke qenë në pritje të një përgjigjeje, tani do ta marrësh. Mos ki frikë nga ndryshimet, ato janë pjesë e planit hyjnor që do të çojë drejt një rrugë më të ndritshme. Universi po të kujton se shpërblimi nuk vjen tek ata që dorëzohen, por tek ata që besojnë edhe kur drita është ende larg. Në fund të javës do të ndjesh qartësi, si një shenjë se fati yt ka hyrë në cikël të ri. Bricjapi. Kjo javë për bricjapin është si një ngjitje shpirtërore dhe materiale. Pas shumë përpjekjesh e lodhjeje, universi po të vendos përpara një periudhe shpërblimi. Në punë, një projekt që e ke ndërtuar me durim fillon të jap fryte të prekshme dhe më në fund merr vlerësimin që ke merituar. Në financa, situata përmirësohet, ndoshta përmes një rritjeje, pagese ose fitimi që vjen papritur. Në dashuri, ndjenjat thellohen dhe lidhjet që kanë kaluar sprova marrin forcë të re. Nëse je beqar, dikush me qëllime të pastra mund të afrohet me energji që ndjehet si shenjë nga lart.
Universi po të shpërblen për qëndrueshmërinë dhe mençurinë tënde, por të kujton, mos haro të ndash atë që ke me ata që ke ndihmuar. Në fund të javës do të ndjesh një lehtësim të madh shpirtëror, si të ishe ngritur një peshë që e mbaje prej kohësh. Ujori, energjitë e kësaj jave për ty janë të fuqishme dhe transformuese. Pas 20 tetorit, universi po të jep një mundësi për të dalë nga rutina dhe për të hyrë në një fazë të re ndriçimi. Në punë do të ndodhin zhvillime të papritura që të vendosin në një drejtim më të favorshëm. Nëse ke pasur konflikte apo vonesa, tani gjërat marrin kthes pozitive. Në financa vjen një mundësi për përmirësim, por duhet të veprosh me zgjuarsi dhe pa nxitim. Në dashuri, ndjenjat bëhen më të thella dhe një person mund të të tregojë hapur atë që ndjen. Nëse je në një lidhje, do të zbulosh një anë të re të partnerit që forcon lidhjen tuaj. Universi po të dërgon një sinjal të qartë. Nuk je më aty ku ishe, por aty ku duhet të jesh. Në fund të javës do të ndjesh energjinë e shpërblimit që vjen në mënyrën më të butë, por më të drejtë të mundshme. Peshqit, kjo javë është si një dhuratë për shpirtin tënd. Pas shumë periudhash dyshimi e pasigurie, universi po të jep dritë, shpresë dhe begati shpirtërore e materiale. Në punë mund të ndodhin ndryshime pozitive që do të hapin mundësi të reja fitimi. Nëse ke qenë në pritje të një lajmi, një vendimi apo një ndihme, ajo vjen në mënyrën më të papritur. Në dashuri, ndjenjat bëhen më të sinqerta dhe më të thella. Kjo është java e afrimit dhe e pajtimit. Në financa, energjia e bollkut fillon të lëvizë dhe çdo shqetësim që ke pasur rreth parave do të qetësohet. Universi po të kujton se forca jote qëndron në ndjeshmërinë dhe dashurinë që jep. Në fund të javës mund të ndodhë diçka e vogël, një takim, një mesazh, një përkrahje që do të provojë se bekimi është tashmë rrugës për tek ti. Kjo është java kur drejtësia hyjnore dhe bollku bashkohen për të rivendosur ekuilibrin në çdo shpirt. Universi po shpërblen ata që kanë duruar në heshtje, ata që kanë dashur me pastërti dhe që nuk janë dorëzuar. Nëse ke ndier një lehtësim gjatë leximit, është sepse drita po të prek tani. Shkruaj shenjën tënde në komente dhe shpërndaje këtë video me ata që ke për zemër, që edhe ata të ndjejnë këtë energji. Mos haro të abonohesh në Zëri i Universit, sepse çdo javë sjell një mesazh që mund të ndryshojë mënyrën si e sheh fatin tënd. Kjo nuk është fundi i një cikli, është fillimi i dritës së re që Universi ka zgjedhur për ty.